Sot u përkujtua një vjetori i ndarjes nga jeta i gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare. Në këtë përvjetor u vu në pa jo vetëm trashëgimia letrare, por edhe roli i shkrimtarit në formosimin e identitetit kulturor shqiptar. Helena Kadare kujtoi bashkëtesën me Ismailin, një figurë që siç e quan ajo, ishte gjithmonë i lidhur me fjalën dhe letërsinë deri në fund. Ismail Kadare është një shkrimtar shqiptar që e ngriti metaforën e tij letrare në nivelin e frymarrjes kombëtare, që do të thotë se ai përshkroi me veprën e tij fatin e shqiptarit dhe të Shqipërisë në të rrjedhën e historisë së saj. Ashtu si mbijetoi shqiptari dhe Shqipëria, mbijetoi dhe vetë Ismaili, jeta e të cilit në thelb ishte jeta e Shqipërisë që kërkonte liri, barazi dhe progres. Eruditi i letërsisë shqipe u përkujtua edhe nga të afërm e kolegë që i kishte bashkëudhëtar në jetë. Një vit pas ikjes, krijimtaria e tij vijon të lexohet, interpretohet dhe diskutohet. Për shumë kënd, kjo është mënyra më e qëndrueshme për të mbajtur gjallë një autor. Në këtë rrugëtim të gjatë, pata fatin lumtur të shihja nga afër mbretërinë e krijimit pranë një gjeniu si Kadare, dhe për t'ia sjellë lexuesit magjinë e tij në formën e librit. Në këto vite të vështira të tranzicionit, e kam parë botimin thjesht si art. Dhimbja për ikjen e tij do të kalojë, por thesari që në ka lënë për ne dhe brezat që do të vinë, në çdo vend dhe gjuhë të botës, do të mbesë përjetësisht. Kadare mbetet një nga figurat më me ndikim të letrave shqipe që shkon përtej kufive gjuhësor dhe kohor. Që prej poezive më të hershme, madje që prej ëndrave letrare, deri te kjo vepër e fundme e tij, Ismail Kadare vetëm nuk e ka fshehur, por në të kundërtën e ka shpallur krenarisht projektin e tij për ta zotëruar epokën, për ta bashkësunduar atë, duke mos e ndarë pushtetin e letërsisë me askënd tjetër përveç se me lexuesin. Ismail Kadare u shua në 1 korrik të vitit 2024 në moshën 88 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar letrare.